BDI-a sërish sfidon pushtetin për zgjedhje të parakoshme. Integristët akuzojnë Vlenin se po hesht për kërkesën për zgjedhje, duke pretenduar se shmang përballjen me qytetarët nga frika e rezultatit. Kanë kaluar 24 orë nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Nga s'vleni ende asnjë fjalë. Ata që shkelen legitimitetin tani fshihen sapo u kërkohet që legitimitetin ta matin para qytetarëve. Zvleni e di se nuk e ka pasur dhe nuk e ka mbështetjen e shqiptarëve. E di se pushteti i tij mbështetet te lëmosha e padronëve politik dhe te frika nga vota e lirë. Nëse kanë marrë leje, le t'i pranojnë zgjedhjet e parakohshme. Heshtja e tyre tashmë është përgjigje. Kanë frikë nga qytetarët dhe nga verdikti që i pret. Kërkesës së BDI-së Vleni përgjigje duke akuzuar partinë Ahmetit se ka humbur mbështetjen e shqiptarëve dhe se pavarësisht humbjeve në zgjedhjet lokale, drejtuesit e saj nuk kanë marrë përgjegjësi politike. Mashtruesit e BDI-s, përpara se të hapin gojen për zgjedhje, duhet të shpjegojnë pse askush në partinë e tyre nuk mori përgjegjësi politike pas humbjes në zgjedhjet lokale. Ali Ahmeti vazhdoi të shiste mjegull me trukun e vjetër të tërheqjes. Bujar Osmani humbi Çairin dhe mbeti nën kryetar dhe lojtar kryesor për fronin e BDI-s. Bajram Rexhepi humbi Tetovën dhe mbeti në kryesinë e partisë, ndërsa Faton Ahmeti u shpërblye për humbjen e tij në zgjedhje me 2 poste të reja në parti. Kryetar dhe shefi kabinetit Ali Ahmetit. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi deklaroi se partia e tij është e gatshme për zgjedhje të parakohshme parlamentare me ekip dhe program të përgatitur, por theksoi se nuk do të shërbejë si alibi për kryeministrin Mickoski për thirrjen e zgjedhjeve. Го кажав тоа неколку пати до сега, секогаш сме подготвени. И со тим, и со добра програма, со еден план кој што ќе го презентираме, мастер план за Македонија, ќе го презентираме во текот на септември за да гласачите ја знаат нашата понуда кога и да бидат изборите. Но алиби на Христијан Мицкоски за изборите немамо бидеме. Kryeministri Hristian Mickoski dje deklaroi se qeveria është e gatshme të shkojë në zgjedhje të parakohshme nëse opozita e kërkon, duke theksuar se koalicioni i qeverisës nuk i friksohet përballjes me qytetarët, duke u shprehur i bindur se do t'i fitojë zgjedhjet. Megjithatë, sipas tij, qytetarët aktualisht nuk kërkojnë zgjedhja, ndërsa mandati i qeverisë është 4 vjeçar.